Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashit, duke qenë se tashmë kemi filluar. Shenja e Luanit, kur dielli që është drejtuesi juaj kalon tek shenja e dashit, por shenja e Luanit futet në një fazë shumë pozitive. Ka shumë gjallëri në jetën e tij, sepse këtë gjallëri e krijon vet. Ka shumë fat mbi të gjitha. Të gjithë botën e shikon në një prizmë komplet të ri, ka një diapazon shumë më të gjerë, ka një horizont shumë më të gjerë. Dhe mbi të gjitha fanatizmat që mund ta kenë mbajtur mbrapa deri në këtë moment, tashmë i tek kalon, i ka përcemër se me vitet sipër dhe nuk ekziston më asnjë gjë që mund ta ndaloj. Kjo është edhe arsye që shenja e Luan në këtë moment e ka një rritje kolosale. Pak më tepër që edhe të dielën tjetër që janë ditët e diellit, pra të drejtuesit tuaj janë shumë pozitive. Kjo do të thonë një moral vërtet shumë i lartë. Kjo do të thonë një mbështetje vërtet shumë e madhe nga sistemi dhe këtë ndjeni nëpërmjet të gjithë personave që keni rreth rrotull. Marrëdhënie familjare sa vjen dhe përforcohen. E njëjta është e vërtetme dhe në lidhje me karrierën, e cila në këtë moment është në lulëzim e sipër. Kemi një vlerësim shumë të shëndetshëm ose shumë të drejtë, më mirë të them, edhe nga e prorët tuaj. Edhe ju vetë dini se si të gjeni rrugëzidhje problemeve që kanë ekzistuar. Ditët më pozitive që janë edhe për ju do të jetë dita e njëjtë, duke qenë se do të kemi disa ndikime të cilat e rrisin shumë edhe intuitën dhe duke qenë se siç e thash, energjia në këtë moment është shumë e lartë, mund ta përdorni edhe energjinë dhe intuitën tuaj për të ndërtuar jetën që ju dëshironi dhe për të avancuar në karrierë. Në këtë moment e vërtet që do të këshilloj të fokusoheni pak më tepër te karriera ju, sepse falë kësaj do të krijoni një stabilitet vërtet shumë të madh. Falë kësaj do të ndjeni shumë mirë dhe nëse ndjeni shumë mirë, detyrimisht ndjeni të sigurt në veten tuaj, automatikisht krijoni dhe lidhje shumë më të shëndetshme, argëtoni shumë më tepër dhe përdorni këtë moment pra ashtu siç duhet të jetë. Në lidhje me shëndetin për shenjën e Luanit, vetëm gjë që do të këshilloja është se në këto momente kemi shumë vendosje tek shenjat e zjarrit dhe ju jeni shumë të ndikuar tek sistemi kardiovaskular. Prandaj dhe nëse i teproni me aktivitetin fizik, mund të ndjeni probleme këtu. Prandaj çdo gjë me moderitet. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh. Jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tafshim.